Ish banorja e Big Brother VIP 4, Livia Brunga ka bërë një reagim në rrjetet sociale, ku ju është përgjigjur pyetjeve të shumta të ndjekësve të saj. Ma keni mbush zemrën me gjithë këto mesazhe të bukura. Në fakt nuk jam shprehur që kur kam dalë, por dua që të dini që jam mirënjohëse pafund për gjithë këtë dashuri, shkruan Livia. Po ashtu, ajo ka thënë se ka dashur të japë përgjigje për disa prej pyetjeve që fansat e saj i kanë bërë, që lidheshin me disa prej banorëve të shtëpisë siç janë Rozana Radi, Lajert Vasili, Gjesti, por edhe ish banoreja Egli Tako. Por kishte edhe diçka që Livia nuk donte ta ndante me publikun, jetën e saj private. Nga jeta private sentimentale nuk kam qejf të ndaj gjë, por jam e lumtur, besoj mjafton, ka shkruar Livia. Një nga pyetjet ishte se për kë e ka marrë malli brenda shtëpisë dhe Livia ka treguar se e ka marrë malli për Rozanën dhe Lajertin. Ndërsa për Gjestin është përgjigjur kështu: Gjestin e kam xhan dhe e kam treguar. Nuk kam ndryshuar mendim, është lojtar i fortë dhe e meriton fitoren, por siç kam thënë edhe herë të tjera e ndaj me 3 persona fitoren: Gjesti, Rozana, Lajert. Sa i përket rikthimit të saj në Big Brother VIP, ajo ka thënë se do ta bënte, ndërsa për projektet televizive ka thënë se mbetet për t'u parë në vazhdim. E sa i përket pyetjeve më të shpeshta kohët e fundit sa i përket Egli Takos, Livia ka treguar se është në kontakt me të. Po jam në kontakt me Eglin, por nuk kam dëshirë të shes informacione deri kur Egli vetë të vendos të dalë dhe të flasë. Mund të shpreh vetëm që Eglin e kam zemër, çdo gjë që kemi ndarë aty brenda ishte reale, çdo gjë vazhdon siç ka filluar, dhe ja dua aq shumë atë buzëqeshjen, shkruan Livia.